patjetër të gëzuar dhe çliruar për shkak se kanë qenë ditë shumë të rënda, javë shumë të rënda që nga pranvera, do me thënë, është një luftë e fuqishme kundër skuadrave, disa skuadrave serioze dhe nuk ka qenë lehtë, por në fund ja vlen edhe vuajtja edhe stresi edhe gjithçka kur kurorëzohet me sukses. Një ndeshje sot që natyrisht u desh administrimi, nisëm mirë, filluam me 1-0 me Latifin në minutën e 6, më pas shtuam edhe golin e dytë, por në pjesën e dytë në vend bët 3-0, pranuam gol dhe vuajtëm deri në fund diçka karakteristike për ne, ndoshta më fund edhe më e ëmbël titulli. Siç duket, diçka që ne duhet ta bëjmë lehtë, ne bëjmë rënd, ashtu në është e shkruar, por e rëndësishme është që diçka përfundoj mirë, mund edhe të ketë edhe situatë tjetër, po unë jam i kënaqur me ekipin deri ke penaltia aksidentale sipas meje, gjithçka tjetër ishte perfekte, ne kishim 2-0, kishim kontroll, kundërshtari thuajse nuk kishte goditur asnjëherë portën, por në futboll ndodhin këto dhe pikërisht për këtë futbolli është i bukur. I pari titull në karrierë për ty, me Shkëndijën, në 2 raste ke udhëhequr si ushtrues detyre trajnerit, të dhë shansi për herë të parë një sezon i tërë, edhe sezonin e kaluar natyrisht gjysmë sezonit, por si ndjet Jeton Beqiri pas titullit kampion? Patjetër shumë i gëzuar për shkak se Shkëndija është diçka speciale për gjithë ne, jo vetëm për mua, edhe për ju edhe për gjithë tjerët këtu dhe është një kënaqësi e veçantë edhe është një çlirim shumë i madh, domethënë për shkak se mund të them me shumë sinqeritet se kam jetuar vitin më të vështirë, domethënë nga 11 maj i vitit kaluar deri në 7 maj këtij viti kanë qenë 361 ditë me një tension të jashtëzakonshëm për shkak se ishte e rëndë, ishte një përjetim shumë i keq, por shpresoj që Shkëndija të vazhdojë me rezultate pozitive dhe ky klub, kjo tifozori, kjo organizim, pronarët gjithashtu, gjithçka që ka të bëjë edhe me organizimin, me gjithçka, besoj që dhe shpresoj si tifoz i ekipit që Shkëndija mos pret më asnjëherë 4 vite për kampion, por let jep nga një titull në një skuadër çdo 5 vite nga njëherë, do të thënë 4-1, ashtu do shpresoj.